Çështja e dytë që duhet të sjell sot, thirrja ime këtë ditë feste për të gjithë gjimnazistët, për të gjithë studentët, për të gjithë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, për të gjithë të rinjt, por dhe prindrit, të bashkohen nesër në protestën e madhe anti-censurë. Një Tiranë i barabartë me Habitullahun e Kabulit, i njëllojt me Ajetullahun e Teheranit, një intolerant, ndaj fjalës së lirë dhe mendimit lirë, duke shkel kushtetutën, duke shkel ligjin dhe të drejtat dhe konventat universale të drejtave të njeriut. I vuri gërshërt. I vuri gërshërt, vari TikToku, duke firmosur në këtë mënyrë aktin më të rëndë të censurës që nga diktatura komuniste e cila rrethonte vendin me zhurmues kundër radiove dhe televizioneve të vendeve të tjera. Një goditje e madhe shumë. Kjo për fjalën e lirë, mendimin e lirë të drejtë e komunikimit. Një akt i ngjashëm shumë me firmën që Xhelati Kristaq Rama, babai biologjik i Edi Ramës, vendosi në 10 gusht të vitit 1998 për të varë në litar poetin disident Hafzin Ela për fajin e vetëm se kritikonte regjimin dhe vargjet e tij nuk mund t'i toleronte babai biologjik i Edi Ramës dhe Ramiz Alia. Nesër është një ditë ku ne të protestojmë që të gjithë për fjalën e lirë, të protestojmë kundër censurës, të protestojmë kundër një qeverie të korruptuar që kërkon të kontrollojë informacionin që marrin qytetarët. Në dekadat e mia në diktaturë, një nga ose nofta gjëja që urreja më shumë ishte censura. Ishin fondet rezervë të bibliotekave kombëtare apo bibliotekave tjera, të cilat mund të shfrytëzoheshin vetëm me autorizime speciale, se përndryshe nuk i preke dot me dorë. Kurse Edi Rama te i kaloi dhe këte dhe censuron TikTokun, mjetin aktualisht më modern të komunikimit. Bazuar funde krye në intolerancën e tij ndaj kritikave që i bëhen në këtë mjet. Garantoj të gjithë shkollarët e Shqipërisë, nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, gjimnazistët dhe studentët dhe trit e tjerë, se me datën 12,
TikTokun do ta kenë në telefonat e tyre, në kompjutert e tyre. Dhe do të ndëshkohet rënd për veprën antikushtetuese, një megakrimi për masave gjigande, Edi Rama për këtë akt të tij. Ndaj dhe të lëmë çdo gjë në respekt të fjalës të lirë dhe të lirisë, të protestojmë nesër në ora 7 në sheshin Skënderbeg të Tiranës, të mblidhemi nga gjithë Shqipëria. Veçanërisht të rit. Kjo është protesta juaj. Nesër fjala do jetë e juaja. Nesër fjala e lirë do ketë ju kalorësit, mbrojtës të saj, ndaj dhe të mblidhemi të gjithë në mbështetje të tyre në kërkesën që kanë. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet.